Situata mes Inës Stelinës dhe Caseyt në Big Brother VIP Albania ka tërhequr vëmendjen e publikut për shkak të tensioneve të vazhdueshme dhe përplasjeve të drejtpërdrejta mes tyre. Që nga ditët e para në shtëpi, marrëdhënia e tyre është karakterizuar nga mosmarrveshje, keqkuptime dhe deklarata që shpesh janë interpretuar si provokuese. Kjo ka bërë që dy vajza të pozicionohen hapur kundra njëra tjetrës, duke krijuar një atmosferë të ngarkuar në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ina është shfaqur si një banore drejtpërdrejt që nuk heziton të shprehë mendimin e saj edhe kur kjo sjell përplasje. Ajo ka akuzuar Caseyn për lojë të dyfishtë dhe përpjekje për të viktimizuar përpara kamerave, duke theksuar se qëndrimi i tij nuk është i sinqert. Sipas Inës, Casey ndryshon sjelljen në varësi të situatave dhe personave me të cilët përballet, gjë që ajo e konsideron si strategji loje. Nga ana tjetër, duket se Casey nuk përmban një anë, por qëndron neutral midis dyja vajzave. Përplasjet mes tyre kanë ndikuar edhe në dinamikat e tjera të shtëpisë, duke ndarë banorë në grupe dhe duke krijuar aleanca të heshtura. Ndërkohë që Stelinës i qëndrojnë afër të gjithë banorët, Inës i qëndron vetëm Lorna dhe Casey. Mëngjesin e sotëm, Ina është parë duke qarë me lot në sy, ndërkohë që ishte Casey ai që është afruar dhe e ka puthur dhe përqafuar atë disa herë, dhe duke e parë Stelina këtë gjë, është acaruar shumë dhe ka ofenduar rënd Caseyn. Sipas Stelinës, me këto veprime që ai po bën, i ka dhënë fund marrëdhënies së tyre, pasi kjo është një gjë shumë e shëmtuar që i bëhet asaj në radhë të parë. Po juve, çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Casey po bën lojë të dyfishtë me të dyja vajzat? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.